këtu 5 vite të mbroma, çdo sen ka tentuar më shef. Çau ka bëhet me parën e tyne, se në fundit parë është e qytetarit. Pse domosdoshmërisht ka kanë domthon grupetçor ose mërkimtar ka kanë me Albinin, kur ki edhe në Kosovë domthon që janë kundër Albinit ose janë me parti tjera në atë aspekt. Nuk ka transparencë, nuk ka qëllim të mirë për me bëu për këtë vend, po janë tendenca mi pasuru do individa. Në bazë të eksperiencës, në meton këtë punë që e ke bërë në Gjermani, çka mendon që është të bëu diçka gabim Albin Kurti në ekonominë e vendit tonë pra në Kosovë? Në bazë të eksperiencës që kam rri me bëu në Gjermani, edhe në bazë të atij vlerësimi që real që unë e bëj për këtu, domethënë shumë sene ose krejt sene thuaj e bërë gabim sa i përket zhvillimit ekonomik ose investimeve kapitale që Kosovës i bën shumë. Unë shoh shumë rëndësi edhe transparenca domethënë që nuk është kërkuar në nivel. Këto vitet e mbroma, domethënë këto 5 vite të mbroma, çdo sen ka tentuar më shef, më bëm ku e diunë me kontrata një burimore, pa i tregu publikut ose qytetarëve të Kosovës çau ka bëhet me parën e tyne, se në fundit parë është e qytetarit. Edhe me çato parë menaxhohet, edhe merr për shembull me menaxhim, çato në parë ti i krijon edhe kushte çatij qytetarit. Edhe në çdo drejtim domethënë është që ka shumë ngeci. Bile 5 vite të mbroma ka ekstrem. Ngecje. Unë po ta bëj një pyetje, para 2 ditëve ka qarkulluar një deklaratë që le të vinë mërgjimtarët edhe le të jetojnë në Kosovë një 3 muaj, edhe le të shohin qeverisën e Albin Kurtit le të përballen me sanat që përballemi na që jetojnë këtu çdo ditë. Cili është mendimi yt mbi këtë deklaratë? A mendon që për një do të marrë mërgjimtarët me ne ka 3-4 muaj në Kosovë për me pasë me çka përballemi na? Pse domosdoshmërisht ka kanë domthon grupetçor ose mërgjimtarët ka kanë me Albinin, kur ki edhe në Kosovë domethënë që janë kundër Albinit ose janë me parti tjera në atë aspekt. Atëherë as këta s'po tash kanë në atë aspekt me ne këtu ose me pas një farë me prek realitetin në Kosovë, nuk ka veç këtyne që janë votues Albinit. Mërgatës mund mi thonë shli për shembull në atë aspekt që ato që dojnë me dhonë edhe mundin me dhonë për Kosovën le të japin edhe në qoftë se është përmes votës. Po të pas parasysh që çmimet, siç janë rritin që periudhën e fundit, nuk është që ka pas rritje të çmimeve që ka tash. Na përballemi me sene që energjia elektrike që na vjen tepër shumë shtrejt, e nështë në çët kontekst, a mendon që është fajtori dikun e që na nështë nuk jena të e pasur, nuk e dina se ku është. Sa i përket rritjes rryme se këtu sene çapo na vinë si befasia që për shembull tani veç kur po vjen edhe po ndodh, pa paralajmërim pas sen ato janë tani edhe keq menaxhim, janë tendencë për me përfitu dikush individi, jo shteti, jo qytetarët, për me fitu njerëz që apo shumë nëpër media na për shembull janë sene shumë të këqija që janë ndodhur në kohën e mram. Edhe sa i përket rrymës, edhe energjisë për shembull me çuçi përcjella një fakt që ke me 8 prill për shembull kanë 7.000 euro të paguar për shtetin e Kosovës, me 9 prill me herë hyp ke 362.000 euro, domethënë janë diferenca që nuk kanë bazë, nuk kanë çfarë sa nuk bojnë me vërejtë që nuk ka transparencë, nuk ka qëllim të mirë për me bëu për këtë vend, po janë tendenca mi pasuru do individa